Përshëndetje. Arpësia, jemi Mirë se takuar erdhët. Po, si ke mirë. qenë? Mirë? Mirë. Adi, administratori i shoqërisë. Mirë se erdhe. Faleminderit për vizitën. Është kënaqësi që erdhët në qytetin. Lutem. Përshëndetje, si jeni? Ardit Kërçuku, drejtori logjistikës. Ja çon? Këtu është pak a shumë edhe ambienti ku bëhet mikpritja, recepcioni. 90% e pacientëve janë të huaj. Kur them të huaj, pjesa më e madhe e këtyre të huaj vijnë nga Italia. Për të thënë të drejtën, i kam vënë re Arbi se kur dalë dhe ecë nëpër rrugët e Lushnjës bashkë me doktor Altin, madje mbrëm darë po thonim sa shumë italianë kanë bulevardin e Lushnjës. Je ti kontributori. Shpresoj. Sot që flasim janë diku ke 300 italianë që janë Lushnjë. Për të dhënë një ide, diku ke në javë ata që vinë dhe ata që ikin, se ditët mesatare janë diku nga 7 deri në 10 ditë që italianët rrinë këtu. Dhe kur ndrohen ky numër, 300 është gjithmonë zëres e numër stabil, minimal, që rrinë në Lushnjë, akomodohen në Lushnjë. Një mesatarisht për të bërë ndërhyrje që bëjnë ata, pra ndërhyrje dentare është 7 ditë, 7 deri në 10. 7 deri në 10 ditë në varësi të fazës. Është faza parë, që zgjat më pak, pjesa e implanteve. Rikthehen nga 2 deri në maksimalisht 3 herë, në varësi të tipologjisë punës që kanë për të bërë. Doja t'ju tregoja pak edhe pjesën tjetër. Siç vinë pacientët që mbasi regjistrohen, akomodohen dhe pastaj vazhdojnë çdo gjë me punët që kanë brenda. Këtu është një pjesë ku mbahen arkivat, se janë 2 forma të mbajtur arkivave, arkiva pjesë dokumentare letrare dhe live, online. Në mënyrë që të bëhet ndjekje atyre në çdo moment dhe në çdo fazë. Kisha kënaqësi të tregoj edhe disa hapësira që kanë zhvilluar. Kjo punë pak a shumë ka nisur diku ke 5 vjet përpara. My Dental Tourism e kam vënë si emër këtë sepse italianët me anglishtën zakonisht nuk shkojnë shumë mirë. Edhe tërhiqen, joshen nga emri anglez. Kjo ka qenë dhe arsyeja e emrit. Pastaj Azalea, totalisht marketingu. Azalea vjen nga emri i gocës. Janë dhomat ku punohen. Janë dhomat ku punohen, ku bëhen kryesisht ndërhyrjet. E ndryshme, pjesa e implanteve, MRA dhe aty po ashtu një mini dhomë selizimi me të gjitha pjesët që nevojiten për bërjen e ndërhyrjeve dhe operacioneve të ndryshme. Ne po qëndrojmë këtu, doktor? Po. Si mendon? Po. Jo, nuk po. Po hymë më tej, padyshim. Tu Altë, vim do të salla operacione. Po thosha që kisha kënë... Sa dhoma, le të themi, sa dhoma ku punohet kene? Sa pozicione, se unë i pash 4 në sytë tjerë. Në total janë 20 dhoma. Janë 20 pozicione ku punohet poltrona? Po, poltrona dhe 2 laboratorë të brendshëm sipas strukturave që kemi. Ishte kënaqësi t'ju më prisja dhe mbi të gjitha sepse doja shumë që ky sektor që ka të bëjë me sektor strategjik që është sot në Shqipëri, siç është sektori i turizmit, dhe turizmi kulturor, malor, tani dhe me agroturizmin ose i detar, vihet në fokus sepse me eksperiencën që kam gjatë këtyre 5 viteve në këtë sektor, gjykoj që është forma e përshtatshme, aq më tepër dhe për kohën, sepse për shkak këtë sektor, koha ku nuk bëhet më shumë punë është pikërisht behari, kryesisht muaji gusht, po ashtu edhe dimri, muaji dhjetor. Kohë ku gjithë sektorët e tjerë janë plot me akomodime, dhe kjo do bëj të mundur që Shqipëria gjatë gjithë periudhës saj të ketë mundësi të sjellë turistë në numra të lartë si sjell edhe gjatë periudhës së turizmit detar, do të thotë. Prandaj doja të Përshëndetje, si je? Kisha dëshirë që të shikohej edhe kjo në vazhdimsi me prioritet nga qeveria. Dhe këtë mund t'ja kërkoja tjetër. Unë mendoj që turizmi shëndetësor është shumë i rëndësishëm. Ka eksperienca të mira dhe që kanë rezultuar suksesshme, siç është rasti i Turqisë, se pavarësisht gjithë turizmit që ka turizmi detar, pra edhe turizmit kulturor, religjioz etj, sepse ka disa lloje në sektorësh në Turqi, por kur vjen puna është ai që e forcoj më shumë nga gjithë, pikërisht turizmi shëndetësor, turizmi mjekësor. Kështu që unë harxoj kohë shumë në Lushnjë dhe ne jemi dëshmitar se si
ka një ndikim indirekt në gjithë ekonominë e vendit. Se siç e thënë vetë ata që ndrojnë Airbnb, këtu duhet marrin me qira apartamente përmes Airbnb, ne kam të qartë këtë, dhe për më tepër ne i takojmë kudo, në restorante, në kafe etj. Madje unë flisja një ditë me kryetarin e bashkisë dhe po diskutonin se si do të jetë kur fillojnë shfaqjet në teatrin e ri që ne do ta dorëzojmë në Korrik, që pavarësisht se janë në gjuhë shqip për një opera apo diçka tjetër, të gjithë turistët e huaj mund ta ndjekin me shumë kënaqësi duke filluar dhe duke nxitur edhe jetën kulturore të gjithë zonës këtu. Kështu që unë besoj që është një nga në sektorët më të rëndësishëm të turizmit dhe Shqipëria pastaj mund të përfitojë sepse ai me vërtet vjen si pacient herën e parë, por duke i pëlqyer vendi mund të kthehet mbas një viti si vizitor me familjen e tij për të shijuar pushimet. Kështu që është edhe një lloj promocioni, pra përveç gjitha shërbimeve që marrin, përveç përfitimeve indirekte që vijnë në ekonominë e vendit, nga ana tjetër ata mund të kthehen nesër nga pacient në klient të turizmit shqiptar. Padyshim. Ma do të thosha edhe këtë pjesë që është një pjesë e madhe e tyre kanë zgjedhur të qëndrojnë në Shqipëri, në Durrës kryesisht, në Vlorë dhe shumë pak në Lushnjë. Janë spostuar, flasin me pacientët e parë. Po, përfituar këtu. Këtu janë disa zona tjera po ashtu ku kryejmë ndërhyrjen. Realisht për të gjithë ambientet e punës. Doja t'ju prezantoja edhe me një doktor që është drejtuesi i klinikës për pjesën mjekësore, Wilson Mebelli. Si je? Si po ecën puna? Më bëhet qete. Doktori ka 5 vjet që është afruar, është nga Lushnja, nga zona e Arzës, dhe gjatë këtyre 5 vjetëve ne kemi si proces që një herë në muaj një pjesë të doktorëve të shënë në Itali bashkë me një bashkëpunëtor për pjesën e implanteve dhe bëjmë kualifikimet e ndryshme më të avancuara që kemi bërë. Se na lejon kjo pjesë për të zhvilluar. Shkëlqyer, doktor, shumë suksese. Shumë suksese. Ju punëzojnë në Lushnjë, keni shumë doktor, përfundimisht. Po. Përshëndetje, si je? Ne kemi të gjithë për të lënë gjurmë. Kjo është pjesë e laboratorit. Kjo është pjesë e laboratorit, e njëjta gjë edhe këtu me programin, thashë çështën e menaxhimit, këtu hym te pjesa e dizajnit në mënyrë që të bëhet në formën më të mirë dhe dizajni është pjesa më e re që është zhvilluar në sektorin e teknikëve dentar, në mënyrë që pjesa e kafshimit, artikulimit e gjitha me radhë para se të bëhet thjesht manualisht, programohet në dizajn. Kryesisht mësohet në shkollë, ne këtu ofrojmë, bëjmë dhe kurse për pjesën e personave që janë punësuar, por kryesisht ka kurse në për shkolla. Dhe edhe kjo gjykoj që plus për gjithë të rinë, se mbas edhe unë vetë nuk e dija që ekziston të kjo profesion para se të merresha me këtë. Dhe do ishte ja, për shembull, unë se kisha parë, nuk kam vuajtur, jam shumë e rregullt, dentisti im është shumë i lumtur me mua, sepse jam shumë e rregullt në kontrolle dhe gjithçka dhe nuk kam pasur asnjëherë problematika, por nga ana tjetër, pavarësisht se shkoj dhe frekuentoj shumë shpesh, nuk e dija që kishte një profesion i cili tashmë ishte totalisht i digitalizuar dhe këta çunat e gocat dhe është një profesion duken që janë shumë high-tech trend. Po, dhe është një profesion dhe i mirë paguar, kështu që do i na e thuajnë që këtë të mirë paguarin. Varion, fillon, deklarohet tamam. Fillon nga 1.500 deri në 2.500 euro. Kjo është diçka që të rinjt duhet ta dëgjojnë. Prandaj po. Dhe është shumë e rëndësishme, sepse flasin gjithmonë për pagat dhe thonë që se i bëjmë për propagandë, ndërkohë që këtu paga është 1.500 deri në 2.500. Tekniku dentar për rolin e dizajnit dhe do i ftoja realisht gjithë të rinj, sepse nuk e njohin që e para është një profesion jashtëzakonisht i bukur, po duhet ta provojnë. Dhe madje ftoj edhe plot, unë në Lushnjë kam filluar të ftoj disa të rinj që mbarojnë moshën 18 vjeçë, por kryesisht çështje miqësore, se akoma nuk është i besueshëm që mund të rritesh si profesionalisht, si edhe ekonomikisht në këtë sektor. Dhe aq më tepër pastaj kur punon dhe me një grup pune dhe me një standard lart, kjetë mundësia që të rriten edhe nga ana personale, për të zhvilluar akoma dhe më shumë. Vjen dhe vajzat janë nga Lushnja apo vini edhe nga vende tjera? Ka edhe nga vende tjera. Mund të prezantohen vetë. Nga jeni? Si nga Durrësi? Elbasani. Okej. Unë nga Elbasani, nga Lushnjë. Atëherë kemi 3 Lushnja, 2 Elbasani dhe 1 Durrësani. Qartë, shkoni vini çdo ditë apo jetoni këtu? Shkoni vini çdo ditë. Shkëlqyer tani kur ju bëhet korridori 8,
Kur të bëhet koridoritet juve te Elbasani do ikni për 15 minuta në shit. Më kollaj do vini këtu se sa brenda Elbasanit. Interesante. Ka nga të gjitha zonat e Shqipërisë, në të ndaj dhe me stafin dentar dhe po ashtu dhe të klinika tjetër, kemi nga Korça, Ballshi, Vlora, Që vinde jetojnë Saranda. këtu besoj a bashkënia Një Ligjata. pjesë e madhe, këtyre që janë larg, ato që janë larg, jetojnë këtu. Nga Durrësi po ashtu, Unë duhet populloj Lushnjë. Burreli. Këto janë katkamet, quhen, që bëjmë punën e përpunimit të zirkonit ose për madhe provave estetike. Këtu është çdo gjë, logjika e këtij biznesi që kam bërë është çdo gjë cikël i mbyllur. Pra është printer. Ju e quajni si doni, po? Prezator. Po. Frezator, më sa. Printer 3D janë, kemi edhe printer 3D që bëjmë provën estetike. Ky është zirkoni, ha? Jo, ky Punohet është tani? për MMA-ja, prova Okej. estetike. Rezin. Pas zirkon. Këto bëhen kryesisht kur pacientë janë në herën e parë, në mënyrë që mos ikin pa dhëmb, ne bëjmë Vera provat provizore. provizore. Dhëmbët ato quhen dhëmbët provizor. Në mënyrë që pacientët ikin ato 4 muaj që do rrinë në Itali pa përfunduar, Aha. këtu është i gjithë magazina e brendshme, e vogël e Me punëve, kode. me kode, normalisht në mënyrë për të pasur idenë e dhëmbit, Ky zirkon. një zirkon i përpunuar pak a shumë. Frezohet në njëjtë formë, edhe pasi përfundon procesi i frezimit, vendoset 12 orë në furrë, pastaj bëhet prova në pacient. Ky investim që shikon këtu është bërë në avancë të punës. Ka qenë klinika e parë që kam hapur dhe avash duke punuar, janë shtuar dhe hapësira, se më përpara shumicën e shërbimeve i kam pasur të jashtme. Edhe kam kuptuar me kohën që më duhet të kisha të bërshën dhe për efekt kohë, se te ky biznes çdo gjë është çështje kohe. Është vetëm koha ajo që na bën që të jemi sa më Përshëndetje. mirë. Si jeni? Kjo është pjesa e, në thonjza kjo quhet puna e pisit. Hajde grand. Po thoshë në këtë aspekt këtu ne bëjmë gjithë punën me rezinë, matjen e kafshimit, në mënyrë që pjesa e personelit që është këtu është puna më, në thonjza më e lodhshme. Kjo këtu është pjesa bazë e punës, puna e pisë në thonjza që bëhet këtu dhe nga këtu pastaj kjo është edhe një fazë gjysmë përfundimtare, i kalon sektorit tjetër për të bërë lucidimin, glazurën e punës. Kjo për shembull është një proces i marrjes së kafshimit. Siç po thosha edhe që parë për pjesën laboratorit, do i ftoja të gjithë të rinj të cilët nuk e njohin këtë sektor, është një sektor që do ketë një përparësi të jashtëzakonshme, aq më tepër në pozicionin gjeografik që ka Shqipëria sot. Nuk mendoj që është thjesht një val apo një dallë e momentit sektori i turizmit dentar, siç ta dhëm përpara Turqia me këtë ka krijuar një thesar vetin dhe edhe dëshira dhe shpresat e mia janë që këtë sektor nga sektori dentar ta evoloj në pjesën e sektorit mjekësor. Janë dhe disa investime që gjykohet që mbarojnë në maj, ku do jenë dhe 2 salla kirurgjie, të cilat do kenë shërbime kirurgji plastike, estetike, sepse kjo ka ardhur dhe si kërkesë e shumë pacientëve që vinë këtu. Do të thotë do dalësh, le të themi, jashtë kësaj fushë që je tani, pra brenda turizmit, por jo, nga dentar. Patjetër, do kalosh në turizëm shëndetësor, pra tek estetika, Te estetika, siç e kanë përdetushit, po, shumë e qartë. Dhe edhe të përgjithshëm, se atë do thosha, ishte në që kur u ideua kjo ide, e fola me doktor Altin, sepse goxha përpara kandidimit dhe madje kur më tha që kam ndërmend kandidojnë fillim ma dha si goditje në zemër. Pyete mirë veten i thash. Se do na dalësh nga tregu i mjekësisë, po s'është e vërtetë. E kemi dhënë lajmin për gjithë qarkun e Fierit, se na u mërzitën të gjithë pacientët e doktor Altit, por i kemi marrë masat, kemi komunikuar me KQZ-n dhe doktor Alti do vazhdoj që të ushtrojë profesionin e tij. Sigurisht me kufizimet që i krijon detyra e re
por nuk është aset shumë i vyer për Shqipërinë që ta bllokonim totalisht nga mjekësia. Dhe ka qenë, edhe këtë pjesë mund ta them dhe në eksperiencë personale, sepse po thosha kur nisa këtë ide, u konsultova në fillim me doktor Altin dhe më ka ndihmuar jashtëzakonisht dhe po më hapte një ide që arbër kjo që do bësh me pjesën e shërbimeve e trajtimeve estetike për pacientët mund bëhet shumë mirë edhe për pjesën e pacientëve shqiptar ku mbase nuk do ketë shërbime estetike për pacientëve lushnjar, sepse i ofrohen disa shërbime më shumë se sa të kenë nevojën e tyre për të ikur në Tiranë për të kryer shërbimet, i ul edhe kostot atyre dhe i gjenden sa më afër familjes dhe ul edhe shqetësimet familjare që ato kanë. Duhet ju shumë jam e impresionuar për të thënë drejtën nga gjithçka bash për disa arsye. Për shkak të investimit, për shkak të djemve dhe vajzave të reja që gjenden kudo brenda në pozicione duke ushtruar profesion, siç e tham që duhet ta promovojmë, për shkak të pagave shumë të mira, të cilat i paguan, dhe sigurisht kam parë dhe impaktin që ka krijuar në Lushnjë me të gjithë italianët apo edhe shtetas tjerë që vinë dhe vizitojnë qytetin pikërisht sepse vinë për të shërbyer këtu nga klinika jote. Kështu që duhet jesh krenar për këtë punë, sepse je duke kontribuar në një sektor shumë të rëndësishëm, që është ai i turizmit, por edhe një sektor akoma më të rëndësishëm që është ai i mjekësisë. Kështu që unë do gjej rastin që ta promovoj, Alti do bëj të njëjtën gjë, pasi me të vërtet nuk e perceptojmë dot volumin e çka ndodh këtu, Do të thonë unë e dija gjithmonë nga jashtë që Azalea ekzistonte, kisha folur me ty, më kishin folur shumë të tjerë, por kur futesh brenda ti kupton në të vërtetë se për çfarë investimi bëhet fjalë, sa serioze është ndërmarrja dhe fakti që këtu punojnë djemë dhe vajza është gjëja që mua mbushë zemrën. Kjo është nga ndërmarrjet më interesante, inovative, do ta thoja, kështu do ta quaja, që është një ndërmarrje inovative në të gjithë komponentët e saj dhe duhet jesh krenar për këtë dhe unë mendoj që Lushnja duhet ta promovoj sepse është një vlerë e këtij qyteti. Padyshim, edhe një herë faleminderit. Shumë faleminderit Arber për sot. Ardit ishte kënaqësi. Goca shumë faleminderit, punë të mbar. Shumë kënaqësi.